Ministri i jashtëm gjerman tha të premten se vendi nuk ka nevojë për këshilla nga jashtë pasi administrata e presidentit amerikan Donald Trump publikoi një dokument të ri strategjik që kritikonte ashpër aleatët në Evropë. Dokumenti i sigurisë kombëtare që synon të plotësojë botkuptimin e Trumpit, Amerika e para, thekson se SBA do të zhvendoset nga roli i tyre historik global drejt rritjes së dominimit në Amerikën Latine dhe luftimit të emigracionit. Ai gjithashtu mbante kritika të ashpra për aleatët tradicional të SBA-s në Evropë, duke thënë se Washingtoni do të mbështesë kundërshtarët e vlerave të udhëhequra nga Bashkimi Evropian, përfshirë dhe emigracionin. I pyetur për strategjinë, ministri i jashtëm gjerman Johann Wadephul theksoi se Shtetet e Bashkuara janë dhe do të mbeten aleati ynë më i rëndësishëm në aleancën e NATO-s. Megjithatë, kjo aleancë është e përqendruar në adresimin e çështjeve të politikës së sigurisë. Unë besoj se çështjet e lirisë së shprehjes ose organizimit të shoqërive tona të lira nuk i përkasin SBA-s në asnjë rast, të paktën kur bëhet fjalë për Gjermaninë, shtoi Wadephul, një antar i Partisë së Qendrës së Djathtë CDU të kancelarit Friedrich Merz. Ne shohim veten si të aftë për të diskutuar dhe debatuar këto çështje tërësisht vetë në të ardhmen dhe nuk kemi nevojë për këshilla nga jashtë, tha ai. Lidhjet tradicionalisht të forta mes SBA-s dhe Evropës janë dobësuar që nga kthimi i Trumpit në shtëpinë e bardhë me administratën e tij që ka kritikuar kontinentin për tema që variojnë nga emigracioni deri te liria e shprehjes. Administrata Trump ka nxitur gjithashtu lidhje më të ngushta me Alternativën për Gjermaninë, AFD-n, e ekstremit të djathtë, me një ligjvënës të lartë nga kjo parti që vizitoi shtëpinë e bardhë në shtator. AFD është përcaktuar nga Shërbimi i Inteligjencës së Brendshme gjermane si ekstremiste, një etiketë që po sfidohet në gjykatë.